Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falendrojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun që të na udhëzon në rrugën e drejtë, na mëson të vërtetën dhe të na jap sukses për pasimin e saj. Sikur që lutim Allahun xhalla wala të na bën të qartë të pavërtetën dhe të na ruan nga ndjekja e saj. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi dhe sot lëndëruar në takimet e radhës me emrat e bukur të Allahut azza wa jall dhe jemi duke bërë përpjekje që krahas mësimit të këtyre emrave dhe njohjes së Allahut xhallahu ala përmes tyre të përmirësojmë edhe gjendjen tonë në të gjitha rrafshat që ka të bëjë me neve dhe jetën. Andaj, sikur që e kemi përmendur në raste ndryshme, se në qoftë se përmirësimi për neve është i domosdoshëm dhe rregullimi i shumë aspekteve është i domosdoshëm, atëherë mëse e domosdoshme për gjitha këtu është që të bëhet përmes njohjes së Allahut azza wa jall. Emri që do të flasim sot për të është një emër i Allahut xhallahu ala i cili na i qartëson dhe na i shfaq shumë gjëra të rëndësishme që neve na duhen. Fjala është për emrin e Allahut El-Mubin. Emri i Allahut xhallahu ala El-Mubin, i cili është për emra që është përmendur edhe në Kur'an dhe gjithashtu si cilësi është përmendur edhe në Kur'an dhe në Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky emër në gjuhën arabe vjen nga një rrënjë e cila i ka disa kuptime. Prandaj vjen nga rrënja bane ose ebane, e që në gjuhën arabe sikur se i ka disa kuptime. Bane në gjuhën arabe ose yubayyinu, që pejsoj vjen el-mubin, është qartësimi i diçkafit dhe largimi i keqkuptimeve dhe mjegullineve. Andaj kur njeriu nuk e ka diçka të qartë dhe pastaj i qartësohet, apo përmendet kjo shprehje, i është qartësuar pas keqkuptimit, i është qartësuar pas mjegullimit, nuk e pa të qartë e u qartësua. Një nga kuptimet e rrënjës së kësaj fjale ose të këtij emri është edhe ky kuptim. Gjithashtu, prej kuptimeve që sjell ky emër është një lloj dallimi dhe largimi i përhershëm mes dy gjërave. Për këtë arsye edhe shkurorëzimit i cili nuk mundson kthimin pas tij i quhet talakul ba'in. Nëse shkurorëzimi është dy lloje, i thuhet talakun raj'i, shkurorëzimi që mundson kthimin, dhe ky është dy herë, nëse ndodh. Dhe nëse ndodh shkurorëzimi herën e tretë, atëherë ti thonë talak ba'in, shkurorëzim që pas ti nuk ka kthim më. Nuk kthehet më gruaja pas shkurorëzimit të tretë, përveç se situata të jashtëzakonshme dhe mënyra shumë specifike. Prandaj edhe pe kësaj vjen çështja e ndarjes dhe dallimit të dy gjërave. Gjithashtu prej kësaj është edhe diçka që thon el-bayn. Pe bana yebinu ose el-bayn, në gjuhën arabe është diçka që është ndërmjet dy gjërave të kundërta. Prandaj një gjë që është mes dy gjërave të kundërta i thon bayn hadha. Mes këtyre dyjave nuk është djathtas as nuk është majtas. Don djathtas edhe majtas janë dy anë të kundërta. Aja që është në mes, i thonë bejne, mes dy gjërave të kundërta. Andaj këto tri kuptime, zakonisht, sillen rreth rrënjës së kësaj fjale, që prej saj vije emri Allahu xhallahu ala el-Mubin. E çfarë lidhshmërie ka kuptimi gjuhësor me atë në raport me Allahun xhallahu ala, do ta shërojmë inshallah në pikat vijuse. Se i përket vërtetimit të këtij emri, se a është emri Allahu xhallahu ala apo jo, ky emër në raport me Allahun xhallahu ala është përmendur një herë në Kur'an.
është përmendur një herë në Kur'an dhe atë në surën An-Nur në ajetin 25. Ku Allahu xhallahu ala thot: "Yawma idhin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin." Në surën An-Nur në ajetin 25, Allahu xhallahu ala thot: "Dhe a ditë Allahu do t'u jap llogarin e sakt për veprat e tyre. Dhe ata o ya'lamuna dhe do të bindën bindje të vërtet se Allahu ka qenë el haq, që ke marrë çka është el haq, i vërteti el mubin. O ya'lamuna anna Allahu el haqqul mubin." Në këto është përmend emri i Allahut el mubin i shoqëruar me emrin e Allahut el haq. Ndërsa si folje që tregon veprimin e Allahut azza xal me këtë emër, ka shumë Kur'an dhe shumë ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinu Allahu lakum an tadillu. Yubayyinu prej el mubin. Prandaj si emër është përmend një herë në Kur'an, ndërsa si cilësi është përmend shumë në Kur'an dhe në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë kuptimi ka ky emër në raport me Allahun azza xal? Fillimisht nëse marrim ajetin ku është përmend ky emër i Allahu xhallahu ala, ku Allahu xhallahu ala thot: "O ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin." Allahu xhallahu ala vlerësuar flet për një gjendje të disa kategorive të njerëzve ditën e gjykimit. Dhe Allahu thot se pavarësisht asaj që ata e kanë bërë jetën e kësaj bote, pavarësisht shkeljeve, krimeve, mëkateve që i kanë bërë, të kalimit të kufive, rebelimin dhe Allahu te bareke ve teala, pavarësisht tërë kësaj, ata do ta marrin shpërblimin e merituar. Nuk ka padrejësia ditë. O ya'lamun, dhe posa t'ju shfaqen këto realitete, dhe ta marrin të plot atë që e kanë merituar në kuptim të dënimit dhe qortimit. Kur këtë e arrin, ya'lamun, do të bindën se këtu ka ilm, do ta dinë, por dituria këtu është çështja e bindjes. Do të bindën se Allahu është el haqqul mubin. El haq, se Allahu është i vërtetë, do thotë ajo që Allahu xhallahu ala u ka përmendur në Kur'an sa ishin këtë botë për premtimin dhe për kërcënimin e tij, është e vërtetë, doli e vërtetë. Dhe të gjitha mjegullinat dhe hamendjet që i kanë pasur në këtë drejtim do t'ju qartësohen, nga se Allah është el mubin. Andaj ai i cili u qartëson në mënyrë të qartë, pa asnjë njoll dhe pa asnjë mjegulli dhe pa asnjë paqartësi, premtimin e tij ditën e gjykimit. Nuk ka njeri i cili yaumul qiyamah do të ketë ndyshje, as vezvese, të gjitha do të bëhen të qarta. Dhe kjo qartësi që ndodh ditën e gjykimit, që njerëzit qartas do ta shohin atë që e kanë pohuar dhe atë që e kanë mohuar, atë që e kanë besuar dhe atë që e kanë përgënjeshtruar. Do ta shohin besimtarët qartas pa asnjë ndyshje premtimin që Zoti u dhan këtë botë për xhenetin e tij dhe për shpëlimet të mëdha, por edhe pa besimtarët qartas pa asnjë ndyshje dhe mëkatarët do të shohin kërcënimet e Allahu xhallahu ala që i ka kërcënuar me ton këtë botë. Prandaj el mubin, një nga kuptimet është ai që u qartëson njerëzve atë që u ka premtuar në këtë botë, qoftë nga shpërblimi apo qoftë nga dënimi. Kuptimi i dytë ka të bëjë me një qartësim të një lloji tjetër. Sikurse e kam përmendur sot dietar se Allahu xhallahu ala u ka qartësuar njerëzve rrugën e drejtë. Dhe Allahu xhallahu ala u ka qartësuar njerëzve me emrin e tij el mubin, që nuk ka asnjë lloj ndyshje, nuk ka mbet asnjë lloj paqartësie. Rruga e qartë, rruga e drejtë duhet të them është e qartë. Dhe Allahu xhallahu ala u ka qartësuar njerëzve rrugën e drejtë. Dhe u ka qartësuar shpërblimin për veprat e mira, edhe në këtë botë. Dhe u ka qartësuar para shpërblimit veprat e mira.
Dhe u ka qartësuar Allahu xhallahu ala veprat e shëmtuara dhe dënimin për to. E shumë kuptime që dalin nga ky qartësim që do të flasim më vonë, ka të bëjë me emrin Allahut El-Mubin. Prandaj emri Allahut El-Mubin na jep një lloj bindje se e tërë ajo që do të japim për të llogari dhe jemi përgjegjës për të. Dhe tëra që Allah e ka zbrit është shumë e qartë. Nuk ka asë një lloj ndyshje në te. Nuk ka asë një lloj paqartësie në te. E pse ndodhin paqartësit, kjo është pastaj faji dikujt tjetër. Por Allahu xhallahu ala ka qartësuar shumë bukur rrugën. Dhe askush nuk ka arsye të mbetet në mjegulli për shkak të paqartësisë. Kjo është një kuptimi i emrit Allahut El-Mubin. Dhe kuptimi i tretë i emrit Allahut El-Mubin është ai i cili në mënyrë të qartë është i vetmi që meriton të adhurohet, është Zoti i gjithësisë. Çdo njeri në këtë botë, për pozitën që e ka, mund të ketë paqartësinë e caktuara. Mund të ketë mjegullie të njerëzve. Pse ky? Apo e prej kur ky e meritoi, po ndoshta s'është bashkë ky më meritori. Rreth çdo njeriu në këtë botë mund të sillen paqartësi të caktuara për pozitën që e ka. Ndërsa Allahu xhallahu ala, i cili është i vetmi që meriton të adhurohet, nuk ka asnjë paqartësi rreth kësaj, në qoftë se aktivizohet vetëm natyrshmëria e njeriut. Pa asnjë argument tjetër. Nuk ka nevojë asnjë argument tjetër me e aktivizu jashtë natyrshmërisë për të bërë e qartë se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet. E në qoftë se kësaj shtohet edhe aspekti logjik dhe arsyes, shtohet edhe më tepër bindja dhe qartësia. Prandaj El-Mubin, ai i cili është i qartë, pozicioni i tij është e qartë, e vërteta se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Është Zoti i gjithësisë. Është shumë e qartë. Prandaj njerëzit nuk do të kenë arsye ditën e gjykimit për Allahut azza xal të thonë se nuk e kemi ditë sigurisht a je bash ti ai që meriton të adhurohet apo ka pasur dikush tjetër. Është shumë e qartë. Prandaj njeriu këtë qartësi e bardh para se të krijohet. E bardh që nga koha e dëshmisë kur ishte në botën e shpirtrave, që Allahu t'ia pohoi se ai është Zoti i tij. Dhe njeriu vjen këtë botë me këtë qartësi të brendshme që është natyrshmëria e pastër. Në qoftë se mbetet e tillë, ja bën njeriu të qartë se kë duhet adhuruar. Ja bën të qartë se cilën rrugë duhet ndjekur. Të qartë e ka. Prandaj vëllëruar njeriu, Allahu xhallahu ala nga natyrshmëria ja ka mësuar disa gjëra të përgjithshme. E pastaj ja ka dërguar pejgambert për t'ia sqaruar në mënyrë të detajzuar atë që e din se është e mirë. A ka ndonjë hamendje apo a ka mos i ti mjegullohet dikujt drejtësia me padrejtësinë, me vetë dikën, a po do me gjyku me drejtësia me të bëj zullum, çfarë po ke qef? A ka njëri në fytyrë tokë që të bënë me zullum? S'ka. Të gjithë thonë me drejtësi. E kjo është ajo që Allahu ka qartësuar njerëzve. Me natyrshmëri të pastër ka qartësuar çka është e mirë. E pastaj u ka ndihmuar këtë me pejgamber, duke treguar se ajo drejtësi që ti pedon dhe po e pëlqen dhe po e di se është më e mira, kjo rruga e saj. Në mënyrë të detajzuar u ka sqaruar këtë që njerëzit e pëlqejnë dhe e dojnë. Gjithashtu edhe me tauhidin e Allahut azza xal. Nëse i pyet njerëzit në botë, në qoftë se duhet adhuruar veç një Zot, edhe i dhujtarët, ama një duhet adhuruar. Një Zot duhet adhuruar, veç një. Në qoftë se do të arrinim të pajtoheshim me këtë njerëz të botës kështu. Atëra, cili do të ishte ai Zot që duhet adhuruar? Ai që na ka krijuar apo ata që ne i kemi krijuar me duart tona? Natyrshmëria e njerëzve është shumë e qartë, këtë njerëz din këtë. Duhet adhuruar atë që na ka krijuar, dhe atë që na furnizon. Pra qartësia në këtë rrafsh është një nga kuptimet e emrave të Allahut El-Mubin.
Pra këto janë tri të kuptime të emrit Allahu xhallahu ala al-Mubin. Edhe pse në kuadër të kësaj disa nga dietarët kanë përmendur se al-Mubin është ai i cili nuk ka fshehur asgjë nga e vërteta që i duhet njerëzve për adhurimin e Allahut azza wa jall. U ka treguar tëra që është e nevojshme. Prandaj edhe ka thënë Allahu xhallahu ala në fund të shpalljes: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Në surën Al-Ma'idah ajetin e 3, Allahu xhallahu ala thotë: "Sot u plotësova juve fen tuaj dhe e përmbusha begatin time ndaj juve dhe jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj." Andaj ky plotësim ka të bëjë me emrin al-Mubin. Nuk ka mbet asgjë që ka në të plotësohet. E ka qartësuar Allahu xhallahu ala dhe nuk ka fshehur asgjë nga ky qartësim për atë që i duhet njerëzve. Nga se normalisht nuk është e tërë detyria e Allahut në Kur'an. Ajo është një pjesë e dijes së tij. Është një pjesë e fjalës së tij. Ajo që ka tek Allahu nga dija është shumë më tepër se ajo që neve na ka shfaqur. Mirë pa atë që na ka shfaqur, a është ajo që neve na duhet fund dhe krye po. Nuk ka ndonjë asgjë tjetër. Edhe po të zbriste sot Kurani, sot me zbrit Kuranin, këtë shekull me qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të mungojnë nga Kurani asnjë shkronjë, mos as për ajet. Ky do të ishte. I njëjti ky Kur'an do të ishte. Nëse Allahu xhallahu ala edhe në atë kohë, edhe në këtë kohë, në çdo kohë, u ka qartësuar njerëzve atë që ju duhet atyre për adhurimin e Allahut azza xal dhe për jetën në këtë botë, për ta kryer misionin që Allah i ka ngarkuar me të në mënyrë të suksesshme. Në kjo është një kuptim i emrit Allahu xhallahu ala al-Mubin, që thash hyn kodrat të asaj të parës që ka të bëjë me qartësimin e rrugës dhe fesë në përgjithësi. Kur kemi para këto kuptime vëllëruar dhe kemi para vete, atëherë padyshim se ka shumë çka të përfitohet nga emri Allahu al-Mubin. Ka shumë çka mund të marrim nga ky emër për jetën tonë të përditshme. E para që e marrim dhe përfitojmë për përmirësimin e gjendjes tonë dhe rregullimin e brendizës të jashtëmës tonë dhe kuptimeve që mund të rrënjosen dhe instalohen në zemrat tona si pasojë e njohjes së Allahut me këtë emër al-Mubin, e para është nga ato dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Nëse njeriu i cili e përcjell këtë qartësim që Allahu xhallahu ala e ka bërë, shikoj sa në mënyrë të qartë e ceka, e ka qartësuar njëshmërinë e tij. Çdo gjë në këtë botë, ka do që shikon të shpije drejt asaj që Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Asnjë rrugë e kësaj bote, asnjë shenjë këtë botë, asnjë krijesë që shenjë këtë botë nuk të çorienton nga ky drejtim. Të gjitha të shpihen këtë drejtim, se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet. Qartësimi i tërë asaj që na duhet, që ka bërë Allahu në Kur'an, dhe në çfarë mënyre na e ka qartësuar, pa hyrë në detale një herë. Në çfarë mënyre e ka qartësuar? Apo dëshiron fillimisht mrekulli gjuhësore? E ka përdorur gjuhën më të bukur të mundshme që mund të drejtohet dikush dikujt. E që është gjuha arabe. Fillimisht e ka përzgjedhur gjuhën që do të komunikon me neve, për të na qartësuar. Pastaj mënyrat e sqarimit të bëra, qoftë në mënyrë të argumentuar dhe të faktuar, qoftë në mënyrë të sjelljes së fakteve historike nga kaluara, qoftë në mënyrë të shembullve, shembulli kësaj e kështu shembull, ana gjitha këtu janë pjesë e këtij qartësimi që ne ta kuptojmë më drejt udhëzimin hyjnor. Dhe ky kujdes për ta kuptuar ne sa më mirë, dhe ta kemi sa më qartë, padyshim se duhet të vlerësuar, duhet me çmu me të vërtet këtë qartësim të këtij niveli, qoftë sikur se ai kanë përzgjedhjen e gjuhës, dhe të fjalëve, dhe të formulimit të fjalive, dhe të renditjes, dhe të sjelljes të shembujve dhe mënyrave tjera për ta pasur më qartë, e tërë kjo
që ne ta kemi sa më të qartë atë që Allah kërkon për neve. Që mos do të jemi në provim dhe janë sjell pyetjet shumë qarta. Nuk ka mundësi të përgjigjesh gabimisht. Të thua kam menduar se është kjo, s'është e mundshme. Ti e din saktësisht çka është kërkuar për teje. Dhe ky qartësim për të shpëtuar në ditën e gjykimit dhe sa më lehtë ta kalojmë provimin në këtë botë, padyshim se ky kujdes duhet lehtësuar. Dhe vlerësimi më i mirë dhe më korrekt i kësaj qartësie dhe i këtij kujdesi bëhet atëherë kur ne ja kthejmë këtë Allahut me dashurinë ndaj tij. Kjo është më e mira e mundshme. Shtohet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Shtohet kujdesi jon për të përfituar nga kujdesi i Allahut për neve. Edhe pse fatkeqësisht sot dhe gjithmonë ka pas tendencë dhe përpjekje të shejtanit që këtë qartësi ta shndërron në ngarkesë. Ta shndërron në një lloj vështirësie që nuk prodhon dashuri, por prodhon një farlloj dembelie, madje dhe urrëtie. Sa nga njerëzit apo sa më tepër e kanë lexuar ose ua qartëson atë që Allahu ka kërkuar për tyre, aq më tepër shqetësohen, aq më tepër ngarkohen. Nuk e përjetojnë këtë si një kujdes të Allahut ndaj tyre, por e përjetojnë si një detyrim i vazhdueshëm që nuk përballohet dot, andaj heshni, mos falni. Shikoj subhanallahu në çfarë drejtimit kundërt ka arritur shejtani me çu këta njerëz përderisa el mubin, nëse e njohim si duhet, patjetër do të na shtohet dashuria ndaj tij. Dhe në anëtjetër kur na shtohet dashuria ndaj tij, ky kujdes na turpron për Allahut azza që të mbetemi indiferent për ballti. Po thuaj se nuk ka fol kurrë. Po thuaj se nuk na ka shëruar asgjë. Po thuaj se nuk na ka dërguar asgjë. Nuk e lën besimtarët jetë indiferent. Prandaj ku e ka bërë Allahu këtë qartësim? Ku shfaqet kujdesi i Allahut për neve në këtë fushë që po flasim për të? Shfaqet në Kur'an, në librin e tij. Dhe nëse merr Kur'anin, e sheh çdo ajet i Kur'anit është një kujdesje e posaçme për ty o robi Allahut. A nuk është turp për një besimtar dhe për një besimtare që të qëndrojnë indiferent përballë këtij sqarimi dhe përballë këtij kujdesi, duke mos e lexuar, e duke mos e mësuar, e duke mos e analizuar dhe kuptuar, e duke mos punuar me te, e duke mos gjykuar me te, e kështu me radhë, nga ato që mund të përfitojmë nga ky libër që ka ardhur nga ai që është El Mubin. Sa shembuj në Kur'an janë sjell, për kënë janë sjell shembuj. Kush është ai që Allahu xhallahu ala për te i ka sjell të shembuj? Kush është ai? Ti dhe unë. Këta shembuj janë sjell për na qartësuar neve më mirë atë që Allah kërkon për neve. A nuk është turp që asnjë nga këta shembuj mos me i ditë njëri dhe mos me përfituar për tyre në asnjë situatë rrethon? Allah, kjo është turp. Sa ka nga historitë e pejgamberëve, Allahu xhallahu ala po ta sill biografinë e njerëzve më të dashur ti. Po tregon për ta, po ti shpalos sekretet e jetës së tyre. Po ti shpalos ato që kanë me të kaluarën. Për çfarë arsye? Që ti ta kesh të qartë ku të vendosësh këmbën, ka të shkosh. Që ti mos të bësh gabime, të cilat kushtojnë me jetë. Shikoje historinë e njerëzimit. Shikoje përvojat e njerëzve dhe përfito prej tyre. Andaj Allahu xhallahu ala me këtë mësim, me sjelljen e këtyre informatave që kanë të bëjnë me të kaluarën e pejgamberëve, po duron jetë mbi jetën tënde. Ka se ne kemi një jetë dhe nuk kemi hapësirë këtë jetë që të bëjmë eksperimente. Ta provojmë këtë, e ta provojmë atë, e të shkojmë këtë anë, e pastaj këtë anë, nuk kemi shumë kohë, s'kemi shumë jetra. Andaj Allahu ka kursyer nga të gjitha eksperimente mundshme në këtë botë, duke ta ruajtur një jetë që të jetë për të. Duke sjellur kë, duke t'i sjellur shembujt e ndryshëm në Kur'an dhe duke t'i sjellur historitë e pejgamberëve. Për kë është sjellë tërë kjo? Për ty. Për ty që ti të kuptosh. Andaj nuk është turp që sa ka, nuk ka sure gati në Kur'an. Nuk ka sure gati në Kur'an
që nuk është e ndëlidhur me një historinë të kaluarën, qoftë në mënyrë të përgjithshme sa për të përmendur, apo qoftë në mënyrë të detajzuar. Sa kemi përfituar nga këto histori, sa i njohim këto historinë. Prandaj emri Allahut El Mubin, krahas që ta shton dashurinë e tij, apo edhe të turpron para tij për neglizhencën, për do të thotë një lloj jo vëmendje të kushtuar sa duhet ndaj të gjitha këtyre qartësimeve që Allahu xhallahu ala ka bërë në Kur'an. Shumë është e qartë. Po dikush në Kur'an ka ajete në Kur'an që nuk janë të qarta për të gjithë. Nëse kjo kërkon një angazhim të shtuar për ta kuptuar. Por ai i cili ndjek rrugët e duhura dhe jep angazhimin e dur, nuk ka mundësi të mbetet e paqartë. Dhe kur them për qartësinë e kuptimit të Kur'anit, nuk them për shterën e kuptimeve të tij, qas nuk mund të shterë ato kuptime askush, por për të kuptuar nga ajo që kërkohet prej neve aq, sikur që kemi folur për shembull të emrat e Allahut azza xal. Nëse na e njohim Allahun me emrin e tij Es-Samiul Basir, për shembull, a është e qartë nga këta dy emra ajo që kërkohet prej neve ta kemi të qartë? Po shumë e qartë. Po kjo qartësi a shter komplet kuptimin që e bartin këta dy emra? Absolutisht se jo. Prandaj, për atë sa neve na duhet, nuk ka ajet në Kur'an që ka mbet i paqartë. E tëra e qartësuar. Dhe kjo në turpran për Allahu xhallahu ala sikur që theka, për ballë të kujdesit të madh, për ballë të qartësimit të madh, ku qëndrojmë ne? Sa është interesimi jonë për të kuptuar dhe për të lexuar dhe për mësuar nga ky qartësim që Allahu xhallahu ala ka dhënë. Dhe kjo nxit tek besimtari një lloj ndjenje të përgjegjësisë, ku jeti Allah me këtë? Tërë ky qartësim për kënë është bërë, për ty. Nga se Allahu xhallahu xhelaluhu, në qoftë se bëhet fjalë veç sa për shpallje dhe bëhet fjalë veç sa për sqarim të rrugës, Kur'ani do të ishte shumë më i hollë se që është sot. Sa për qartësim. Apo? Sa për qartësim. Do të ishte një libër rregullash, si kushtetut, kjo me numra, dhe mur fund. A keni pa ndonjëherë kushtetut që dalin prej së ligjet e një vendi, një shteti, që njerëzit në bazë të asaj kushtetute rregullojnë jetën e tyre? A keni pa ndonjë kushtetut në botë e cila i qartëson me shembuj, e me histori, apo e me krahasime ligjet e asaj kushtetute sikur se e bën Kurani? Nuk gjen kërkon Allah, kërkon zgjen. Nga se kjo është e para, e dyta, e treta, dhe Kurani në këtë mënyrë do të ishte shumë më i hollë. Por Allahu xhallahu ala e ka mbushur me shembuj, e ka mbushur me histori, që nuk është thjesht tregim, por është për plot mësime që duhen ty për ta kuptuar më drejt atë që Allah ka kërkuar prej teje. Sa në Kur'an Allah ka përmend tregimin e Musaut alayhis salam? Shumë e ka përmend. Veç një sure në Kur'an, surja më e madhe në Kur'an, e ka emrin nga një ngjarje, prej ngjarjeve që kanë ndodhur në kohën e Musaut alayhis salam, surja Bekara. Veç një ngjarje ka ndodhur në kohën e Musaut alayhis salam, dhe Allahu xhallahu ala don që kjo ngjarje mos të kalon pa e kuptu. Mos të kalon pa mësu se na duhet shumë. Andaj krahasja e përmend këtë ngjarje në Kur'an, një sure e emërton në emër të kësaj ngjarje, e që është sura Bekara. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu Bekara. Allahu ju ka urdhëruar ta therrni një lop. Dhe në bazë të kësaj kërkese për ta thirrë një lop, e që pastaj pas kësaj do të shfaqej një mjegulli e krijuar në shoqëri, si pasojë një vrasje misterioze që ka ndodhur në atë kohë, e ka marrë emrin sura Bekara. Sepse Bekara ka shumë dispozita, ka shumë rregulla, ka shumë mësime. Mirë po, Allahu ka përzgjedhur që kjo sura ta bart emrin Bekara. E po pse për Bekara? Për shkak të këtij shembulli. E po mirë pra, Allahu po don diçka ta qartëson përmes këtij shembulli. Çka kuptoj nga ky shembull? Do të them nga kjo histori, nga ky tregim që Allahu xhallahu ka sjell.
Ka sjell një tregim që ka ndodhur në kohën e kaluar. Ka mësime të mëdha këtu. A ne dua të them se duhet që ky qartësim i bërë përmes të gjitha këtyre mënyrave dhe metodave që është i derdhur në librin e Allahut Azza wa Jall, duhet që krahas dashurisë së madhe ndaj Allahut xhallahu ala për këtë kujdes të madh hyjnor për neve, ne ashton të turpë ndaj Allahut Azza wa Jall. Të turprohemi, ta ndim veten gjithmonë të mangën këtë drejtim, mangësi e cila na shtyen drejt kërkimit të faljes së vazhdueshme ndaj Allahut xhallahu ala për mangësinë dhe jo korreksin që kemi përballë librit të Allahut xhallahu ala dhe përballë gjithashtu sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka derë në mund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të na qartëson atë që na bën të jemi në rrugë të sigurt dhe drejt. Andaj dhe kjo duhet na turpron përballë, do të thotë, këtij sqarimi e që në anën tjetër vrejmë dhe gjejmë në veten tonë mangësi të shumta përballë njohjes së kësaj që e ka sqaruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tjetër që dua ta përmend në ruar është se Allahu te baraka o taala kur bie fjala për qartësimin dhe për ndikimin e emrit Allahut el-Mubin, që gjithashtu na bën që të ndihemi të pavarur nga të gjitha mësimet e tjera, qartësimet e tjera, nga të gjitha porositë e tjera, nga të gjitha udhëzimet e tjera, dhe të mjaftohemi dhe të jemi të mvarur vetëm nga mësimet dhe udhëzimet e Kuranit. Nga se ka Allahu emrin el-Mubin, po, ai që u qartëson robëve atë që ju duhet. E ka mundësi pas kësaj që libri i tij të mbetet diç e pa qartësuar e ta kërkojmë dikun tjetër? Nuk ka mundësi. Prandaj emri Allahut el-Mubin, sikurse shumë emra të tjerë të Allahut xhallahu ala, na e rikthejnë në vëmendjen tonë rëndësinë e të mjaftuarit tonë me fjalët e Allahut xhallahu ala dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në çdo gjë nuk ka lënë asgjë pa qartësuar Allahu xhallahu ala në këtë libër. Asgjë. Allahu thotë ma farratna fil kitabi min shay. Nuk kemi lënë asgjë mangun këtë libër. Asgjë. Dhe kur thotë Allahu xhallahu ala asgjë, pikërisht asgjë nuk ka mbetur. Por duhet kërkuar. Dhe sikur që Allahu xhallahu ala na thret që në çdo mos pajtim dhe pa qartësi që kemi mes vete, t'i kthehemi kujt? Fjalës Allahu xhallahu ala, dhe t'i kthehemi sqarimit praktik të fjalës Allahut që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e dim ky veprim në rregull apo nuk në rregull. Nuk e dim kjo fjala është thënë si duhet apo nuk është thënë si duhet. Jemi në mos pajtim mes dy qëllime mes vete, nuk e dim. Allahu thot në Kur'an ti kthehemi apo fa in tanaza'tum an shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Në qoftë se binin mos pajtim për ndonjë gjë, min shay ka thënë Allahu xhallahu ala. Kjo min shay nuk kupton për çfarë do lloj gjëje, çka do qoftë që binin mos pajtim për të, faruddu. Kthane tek Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta gjeni qartësimin. Në qoftë se ndjekni rrugët e duhura për ta kuptuar këtë qartësim. Andaj çdo gjë ka qartësuar Allahu xhallahu ala. Prandaj kjo na obligon neve për gjykimin e vazhdueshëm me librin e Allahut azza xal, për kthimin në te për të kërkuar shërimin e duhur për problemet tona që ballavoqojmë me to, edhe pse Kurani ka zbrit shekuj me radhë para problemit ton. Nuk mundet asnjë problem, sikur se kemi thënë disa herë, nuk ka mundësi asnjë ngjarje, asnjë ndodhi, asnjë problem që ballavoqohet me të njerëzimi, nuk ka mundësi me gjetë në befasi Kur'anin. S'ka mundësi. Ndërsa të gjithë njerëzit, a ka mundësi që problemi i caktuar, zhvillimi i caktuar të gjenë në befasi? Ka mundësi. Nuk e kanë para pa. Nuk u ka marrë mendje se mund të ndodhë që tillë. Nuk e kanë kalkuluar si duhet se ka mundësi problemi të evoluan deri në këtë mos. Nuk e kanë ditë. Andaj njerëzit
mund të zgjidhin befasinë të ndryshme. Ndërsa Kurani nuk mund të zgjidhë befasi kur diçka që se ka para pa, por duhet ta njohim. Prandaj emri i Allahut El Mubin na shton bindjen në kthimin ton të domosdoshëm librin e Allahut xhallahu ala dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çdo problem që kemi individual, bashkëtorë, familjar, shoqëror e kështu me radhë, çdo problem që njerëzit ballafaqohen me to El Mubin, sa ta ndëgjosh El Mubin, bëhu i bindur, le të shohet bindje edhe më tepër se e ka qartësuar Allahu xhallahu ala. Nëse kur Allahu na thret, sikurse Ibn Qayyim rahimahullah thot, kur Allahu thot farudduhu ila Allahi wa Rasul, ktheuni tek Allahu dhe i dërguari, a ka mundësi që ne ta respektojmë këtë kërkesë hyjnore, e të kthehemi në Kur'an dhe Sunet, atje mos ta gjejmë qartësimin e nevojshëm. A ka mundësi të ndodhë kjo? Nuk ka mundësi. Prandaj Allah kur thret eja te une e gjen te une El Mubin të shtyn për mas, shkon se kimi e gjet. Prandaj El Mubin të jap një shtytje, motiv, e ushqem bindjen me një bindje të shtuar, që mos të hamendesh dhe mos të hezitosh dhe mos të kesh rezerva as minimumin e tyre, kur bëhet fjalë për nevojën që ke për qartësimin e gjërave të caktuara. E gjen tek Allahu xhallahu ala dhe tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra që gjithashtu mund të nxjerrim nga kjo, ndërruar është se Allahu te bareka o taala për këtë qartësim që po themi, nuk ka asgjë pa qartësuar. Edhe para se të dalë të kjo pikë që edhe këtë të përmeni se kemi nevojë për përkujtim. Ai që e njeh Kur'anin, ose ai cili lexon Kur'anin, ama lexon për ta kuptuar, wallahi do të befasohet me detajet e qartësimeve që janë bën Kur'ani dhe Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Do të befasohet. Sikur se janë befasuar edhe në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dini kur ka ardhur njëri tek Salman el-Farisiu dhe i ka thënë, ky i dërguari i juaj që ju po e ndjekni nuk la gjë pa u përzi në jetën e juaj. Ata e kanë quajtur përzi, ne e quajmë qartësim. Apo ata e quajnë ndërhyrje në jetë, ne e quajmë udhëzim në jetë. Kemi dallim në emërtime. Ai ka shikuar nga këndi i tij, apo nuk la pa u përzi. E pastaj ja ka qartësu Salman el-Farisiu këtë, po thëmë thujza përzirje, deri në cilën mas ka ardhë. Apo, thot po është të vërtet, nuk la gjë pa në asharuar, madje, na e ka asharuar edhe mënyrën e shkuarjes në toalet. Hyet me komën e majt, e dilet me këmbën e djath, madje edhe mënyrën e kryes së nevojës e ka asharuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe detalet më të emta të jetës intime dhe personale të çdo njeriu e ka asharuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe ky shërim nuk është ndërhyrje në jetën personale. Dhe ky shërim nuk është ndërhyrje në jetën intime, apo por është shërim dhe udhëzim për të na lehtësuar llogaridhënien të nesër për Allahu xhallahu ala, i cili do të na merr llogari për çdo veprim që kemi bërë në kësaj bote. Para mendo do të thotë deri në çdo mos ka shërimi. Sikur se ka në fillim tek çështja e shkullëzimit, nëse është një herë, këto janë rregullat e kthimit. Apo nëse ndodh 2 herë, kjo rregull i kthimit, kaq pret gruaja, kaq është i deti i saj. Nëse ndodh 3 herë, nëse i vdes burri, pret kaq, nëse ndodh kjo, shërime marramend se nuk smun mbrana do të thotë njëri me veç me fol për shërimet dalin 2 Kurana. Para më Allahu xhallahu e ka sqaruar të mënyrë të detajzuar dhe ka dhënë ky format i Kuranit. Atë është mrekulli. Nuk ka mundësi askush të bën sqarime kaq të detajzuara, dhe të bën sqarime kaq gjithë përfshirëse për jetën e njeriu dhe të jetë formati i librit të sqarimit në këtë formë sikur është Kurani, s'ka mundësi. Por e ka bërë ai cili është El Mubin. Apo nga sallallahu xhallahu ala para mendonin nëse pejgamberit e tij ka mundsu fjalën përmbledhëse, Jawamiul Kelim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas fjalën përmbledhëse, ka thënë pak por me kuptime të mëdha dhe të thella. E para mendon Zoti i tij. Apo
e përzgjedh shprehjen e duhur që presoj shprehje pastaj ne vazhdimisht morëm. Vazhdimisht është shprehje që është burim i vazhdueshëm i kuptimeve kur nuk shterat. Tjetër që dua të them që fillova më herët, tërë ky shërim i detajzuar, edhe për gjatë më intime në jetë, apo tërë ky. Emri Allahut El-Mubin, thash na shpihet tek të gjitha këto përfundime, por nuk janë këto të fundit. Udhëtimi jon me emrin Allahut El-Mubin na shpihet edhe tek një kategori e njerëzve që përmes tyre Allahu xhallahu ala na ka bërë shërimin. Ata janë pejgamberët e Allahut te bareke ve taala. Dhe dua të ose një shembull të nderuar që besoj e qet në shesh rëndësinë e kësaj kategorie të njerëzimit dhe nevojën që njerëzit e kanë për ta. Fillimisht të nderuar, Allahu te bareke ve taala për të na sqaruar atë që neve na duhet, ka përzgjedhur njerëzit më të mirë të gjitha kohrave. Ka përzgjedhur njerëzit më të ndershëm të gjitha kohrave. Njerëzit më të pastër të gjitha kohrave. Ka përzgjedhur njerëzit më të aftë për të sqaruar të gjitha kohrave. A ka mundësi dikur sot me i marrë të njëjtat mësime të Islamit dhe me i sqaruar më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka mundësi askush. Absolutisht. Absolutisht. Nga të sqarimet e pejgamberëve janë teorike dhe praktike. Prandaj ka përzgjedh njerëz më të mirë me të mësuar ty. A din dallimin mes teje dhe të tjerëve në këtë jetë për të ashtu El-Mubin krenarin ty javën? Nga se El-Mubin gjithashtu e shtan krenarin kur ki parasysh se kë e ka dërguar Allahu mësues për ty. Kush është mësuesi? E kush është mësuesi i tjerëve? Para mendoj vëllai nderuar një shkollë e cila i ka të gjitha pajisjet, i ka të gjitha përgatitjet, i ka të gjitha mjetet që e bën një shkollë të pa konkurrencë fytyrë në tokës. Krejt i ka. Çka do që të shkon mendja diçka që duhet ta ketë një institucion e kjo shkollë ka. Mos flasim për kompjutera, mos flasim për ushqim, mos flasim për pasardhti, mos flasim për shumë sene që i ka kjo shkollë. Ama të gjitha i ka, nuk ka shkollë në botë që do të thotë është e përkryer dhe është e përmbledhur dhe është e kompletuar si kjo shkollë. Të gjitha i ka. Veç një gjë i mungon. Nuk ka mësues. Dhe fëmijët shkojnë atje dhe kujt qysh do i teket përdor mjetet e shkollës. Apo shkon në laboratorin e kimisë, atje krejt i ka, të gjitha mjetet për eksperimentim i ka atje, por nuk ka kush i tregon sa me çka me përzi. Vetë ai bën eksperimentet. Dhe normalisht përzierja dy elementeve kimike pak më tepër shkakton eksplodim, caktuar që mund ta verbnon, ta dëmton personin e caktuar. Apo shkon në atë laborator të fizikës, as atje s'ka mësues. Edhe një shkollë tjetër e cila nuk ka asnjë gjë që i duhet një shkollë. Apo përveç mureve. As banka nuk ka, as gjë nuk ka. Nxënësit ulen tokë. Mirë po, mësuesit e asaj shkolle janë mësuesit më të mirë në botë. Pre asaj shkolle kanë dalë udhëhecit e botës. Kanë dalë intelektualët e botës. Kanë dalë të ndershmit e botës. Apo kanë dalë të mençurit e botës për asaj shkolle. Ku ki me qu fëmin tënë ti? Është e dishme. E qënë atje ku ka mësus, nuk i shikon mjetet çfarë, nga se më rëndësish mësuesi. Kjo është më rëndësish, kush po të mëson? E paramendo kur këta mësues më të mirë shkojnë në shkollën më të mirë. Atëherë kur ti e din se fëmiu është nxënës në këtë shkollë, andi është komat edhe rahat, pa tjetër vëllaj se po. Andi Allahu xhallahu ala në ka dhënë këtë dunja, që është vendi i shkollës dhe i mësimit. Në i ka dhënë mësues më të mirë, pejgamberët Allahu xhallahu ala, për të na sqaruar,
tëra që neve në duhet. Mas orarit mësimit, a është e logjikshme, mësus më të mirën këtu, s'ka më të mirë, të dëshmuar me përvoj, a është e mundshme që pas orarit mësimit, fëmija duku këthuj të shpia, apo lëndën e matematikës me e përsërit me një, po them, nështë zrukthtar rrugës atyre, i cili nuk din gjithëri pas me e bo, do të atë që e bën zrukthari, ose me një këpuctar, me gjithë respekt për profesionin, po flas në raport me matematikën dhe fizikën, apo ose me ndonjë profesion tjetër që nuk ka të bëj fare me atë që fëmiu dënë me bëjë sqarime. Tash, sqarimi i parë që e ka bërë mësuesi, kërkimi i sqarimit nga ky i dyti, a shton qartësinë apo pa qartësinë? E shton pa qartësinë dhe mjegullimin. Prandaj edhe të mësojmë për dikujt tjetër, mas Muhamedit s.a.s. veç na mjegullohet. Edhe veç turbullohet. Nga se nuk ka pa qartësimet e tij qartësim, s'ka mo. E ka qartësua Allahu xhallahu ala. Prandaj el-Mubin mëson se ta ka sqaruar, el-Mubin mëson se ta ka shpjeguar, el-Mubin mëson se ta ka detajzuar dhe el-Mubin të shpihet domosdoshmërisht deri tek mjetët që janë përdorur për mësimin tonë që janë pejgambert e Allahut azza xal. Edhe kjo të jap një ndjenjë të sigurisë dhe të bindjes së paluhatshme se ti je në të vërtetën e pamohueshme. Ti je në hak. Andaj el-Mubin na shton kënarin. Na shton kënarin për pjesëmarrjen në këtë shkollë që jemi. Për pjesëmarrjen në këto mësime që jemi duke i marrë. Nga se vëllezëruar, në qoftë se flitet për Allahun xhallahu ala dikun, për Zotin xhallahu ala, flitet për Allahun xhallahu ala, këto po dikun tjetër me burime komplet tjera, jo me këto që po flasim ne. Apo kur del prej këtu dhe takosh me nxënës e shkollave tjera që kam mësuar ata për Zotin xhallahu ala, por jo nga mësimet e Allahut, jo me qartësive që ne po i marrim. Ndjenja që e ki në atë moment nuk është e mendimallësisë, por e përsia që krijohet në atë moment është pasojë e kuptimit të këtij emri. Prandaj nuk duhet kur të ndihemi të nënçmuar. Kur nuk duhet të ndihemi të përbuzur. Kur? Nga se ne e dim atë që duhet ta dim në mënyrën më të mirë që është e mundshme me e ditë përmes mësuesve më të mirë që kanë pasur mësi dikujt më mësu. Na këtë kemi. Ndërsa të tjerët nuk e kanë këtë. Ju mungon ose mësuesi apo ose ju mungon plan programi, ti kam i marr argumentet, faktet, mësimet, ju mungon librat, diçka ju mungon që pengon qartësimin e asaj që duhet qartësuar. Nëse ne si musliman i kemi të gjitha. Ato që i duhen një njeriu për ta kuptuar drejt atë që ka kërkuar Allahu prej tij. Dhe emri Allah el-Mubin, thash, në shton krahas bindjes, dashurisë, edhe turpit, në shton edhe kënaqërinë ton për pjesëmarrjen ton këtë shkollë të madhe të Islamit që të gjithë pejgamberët e Allahut kanë jep mësim këtu. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë jep mësim këtu në bazë të një plan programi. Plan programi është i njëjtë, por mësuesit kanë ndryuar. Andaj Ibrahim alayhis këtu ka jep mësim në këtë shkollë. Edhe Musa alayhis këtu ka jep mësim. Edhe Isa alayhis këtu ka jep mësim. Paronon këtu banka që janë ul njerëzit më të mirë. Pasues e pejgamberit Allahu xhallahu ala ka ardhur koha që ti të ulesh në këto banka. Dhe të mësosh të njëjtat mësime, nga i njëjti burim, njëjtën shkollë, me qartësimet e njëjta, me shembujt e njëjtë, ti mësosh njëjë sikur se ka mësu njerëzit më të mirë gjatë tërë historisë. Gjatë tërë historisë që kanë shkelë në fytyrën e tokës. A nuk është kjo kënaqëri? Wallahi është e madhe nëse ne e kuptojmë drejt. Andaj kjo është një kuptim i rëndësishëm që vjen nga emri Allahut el-Mubin. Dhe disa kuptime të tjera që po i lëm për pjesën e dytë, se përket së pjesës me kaq po japun fund, Allahu i shpëleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.